e ju që për në ndiqni prej Shkupit më duket jeni, ju përshëndes këtë popullatën atje në Shkup, dhe rrethin, dhe me siguri edhe në vendet tjera, a në ndëgjon gjithkund kjo kamerë? Jashtë dhe mrenda vendit. Andaj kretë kush jeni lidhje me neve, ju përshëndesim me këtë mbrëmje të bekuar. Me largim prej harameve, mos me shit alkohol, mos me marrë me drogë, mos me pi duhan, qyre juve që po më dëgjoni, ha? Mos e bani asgjë që të fundit që thash mos me pi duhan. Duhani s'lejohet, mos me pi duhan edhe mos me pi duhan. E kini shansën tash në Ramazan, me lanë duhanin tër ditën s'po pish, edhe një iftar thuj, mos janë ngo shejtanit vezveset e tia, pjeset ka marrë malli, pjeset t'je im varun, pjeset po të shkon një mas bukës, pjeset një bile shumë duhen gji, kam dëgju edhe kam pa disa, që edhe për iftar nuk e fillon me ujë, e me hurm, ose me një sup, ose me diçka, po shka me njëherë edhe cigaren. Allah i na rujt, Allah ju shpëtoft prej këtij lloj helmi, të cilin nuk e don feja jon, dhe është pije e ndaluar, dhe është pije e urrejtur. Allah ju shpëtoft. Ke pi duhanin, edhe sa herë duhet me thonë ti mos e pi. Edhe sa herë duhet me thonë. Para 2 dite e takova njënin në rrugë, ose e pyeta, si e kuj e mirë. Si po kaloni? Po që e mirë, po kaloj me ragjerim, po mashallah, hiç s'ka problem. Me kushte ekonomike, tha vallahi pa punë, me një social në po jetojmë, me një ndihmë sociale. E ndihmat sociale këtu në Kosovë dini janë 80 euro, më duket, 80 euro kështu. E po vazhdojmë rrugën me ata duke bisedu, kur u afruam pak nga xhamis thash mirë, një ndihmë sociale thash, apo më tregon ti diçka drejt, tha urdhna tha hoxh. Thash mos pe pishti duhanin, se unë e kuptova pi facës, pi qeres, kështu pi fytyrës, edhe prej dhamëve kur u qesh, e pash se ai që s'pi duhan dhamat i lani, ka të pastër të mirë, ki qef me pa dhamat e ti, kur të keshe njeri o dhamat. Une, pejgamberi a.s. i ka pas qef gojnë e pastër dhamat e bardhë. Prandeje për shfryzoj rastin edhe juve, për i pastru dhamat, mi maj dhamat kur të qeshish, mu knaq me të këshyrë dikush gojën tënde me dhamat e pastër. E pash që ka pi duhanin, për shihet që jashtë i duhanit, tash më se pish duhanin, tha po, valla horë së në të rajnë ty. E pa ku po si form artisti, po Allah i së rrehet e ty, s'po du me të rrehet, s'dishka. Thash, a i pish 30 paqeta? Po, tha, a i dit, gjdo dit ka një paqet. 30 paqeta, ka 2 euro. Edhe dhe njëherë pështon dora edhe ka 3 euro. E si ty pish 80 euro në mujt, 100 euro duhan këtu në Kosovë kom fjallën. A me ta bon halala? Unë s'jam ai që ta boj haram as halal, ama unë s'jam edhe ai që të thëmë ki halal. Pse? Ti përdhush me ndihmë sociale. Ti qysh një ndihmë sociale a 90 euro, po i pinë duhon vetën. Qyshon kjo punë? Ka të me rrenti vetë vetin, e pse me rrenjsh vetin? Ose në përpërendim që e pinë një paqet është 8 euro në Zvicër. 8 euro një paqet. Nëse një paqet 8 euro, 30 dit ka 8 euro, bëjnë 240 euro. Nëse një paqeta, nëse 2 paqeta, sa bëjnë? 240 euro, bëjnë 480 euro. Me shkrepsa, me pepelare, 500 euro në mujit. Për 10 muj, 5.000 euro. Për 12 muj, 6.000 euro. 6.000 euro për një vjetë. 6.000 euro shkësh në haqillëk, e knaqësh, e të falen gjunahet, e bëhesh një dindar, e don Zotin, e don pejgamberin, e falesh në Qabe, e falesh në Medine, e pish ujin e Zemzemit, e bësh dua para shtëpisë Zotit, e shkelish në ato toka ku ka ardhur Gjibrili, aeroporti i Gjibrilit, në Arafat, në Muzdelife, në Mine, në Mekke, në Medine, në rrugë Mekke, Medine, Medine, Mekke. O, mashallah. E ti shka ke boj ke pi duhan? Hajtë si vjetë, po të thomë unë e ty e kush po më dëgjoni, se me siguri keni bollë në dëgjus. Nuk muj me ditë në shtasa në dëgjus janë veç, a muj me ditë? Ka, për shihet që ka dëgjus. Hajtë, ishallah, mas i sante, mësafir i shkupjanve jam, se për një vllatë Shkupit më ka kërkua me folë. Kush e bën një jetë sante? Kush e bën një jetë ata?
një vjetë sa ka pi duhan, me lënë duhanin, e me ne i quë paret, neve, unë me i ba shtëpia ku po punoj edhe xhami që atje ku po ndërtoj. Bënë si burrat. Pse? Sidomos në diaspor që i një jashtë. 10 vetë, ka 6.000 euro, bëjnë 60.000 euro. 60.000 euro, unë e bëjnë një xhami, edhe i thamë si kërë e xhamia Shkupit që është të tunësës xhamisi. Është në Shkup një xhami, kam bo ders në xhami unë para 10 vjeta, 15 vjete, kam harru tash. Para sa vjete, thash pse i thënë kësaj të tunësës xhami? Ishin kanë 2 vllazë, njëri ka pi duhan, njëri s'ka pi. Ai që s'ka pi çdo ditë hakin e kanë nxjerr prej pasurisë, ti 1 euro, unë 1 euro, ti 1 euro, unë 1 euro, ti 5 euro, unë 5 euro. Kur kanë bërë 20 vjet, 30 vjet, ati ju kanë të buë që ka që euro, sa që me që ato euro të ka marru një xhami. Se me pas 60.000 euro bëhat një xhami për marak. Pas 60.000 euro bëhat një xhami për marak, edhe unë e marrë përsi për ndërtimin e saj, pa problem hiq, se jam i të punu me ato, alhamdulillah, e bëjmë një xhami me 5-60.000 euro, falen ta, mas paku 250 vjet. E ti mas një vjetit këpi duhan 6.000 euro punë madhe. Ose hajtë qëj 6 kurbona t'i blejmë 6 lop t'i blejmë, 6 bika. Edhe t'i presim t'i prej mishën e t'farë, muslimat mish, e t'i të banë se vapë, sa t'duesh, mashallah, të barek Allah. Ky muj i Ramazanit është muj i kursit dhe i përmirësimeve. Mundoni të përmirësoni. Do të foli shumë sende, sonte, masi po kam rastin me numir të madh. Keni unazat altanit në përgishta hiqni. Keni zinxhirat altanit në qaf hiqni. Për burra kam fjalën. Grave ju lejohet, burrave s'ju lejohet arin qaf me vu. Hiqni këto. E pini duhani, largone. Nuk i keni la dhamët, lani dhamët. Unë i laj dhamët panal. Prandaj edhe mas kësaj moshës, i kam kret dhamët, elhamdulillah. Pse për ju kalzaju në kështu? T'ju nëzisë edhe juve t'i lani dhamët. Pejgamberi para se me vdek, në shtratin e vdekjes ishte Ekrama ibn Abi Bekr. Ka ardhi, ka pa në shtrat e ka pas misfakin, brushën e dhamëve, misfaki, thej. Ranje prej degzave të hurmës. Aja është misfak, që i kanë la dhamët atëherë. E pejgamberi, kur ka ardhaj me pa pejgamberin në shtrat të vdekjes, a i nuk e ka këqyr pejgamberin në sy, po e ka këqyr misfakin në dorë. Edhe s'ka fol ma Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, ati nuk i ka fol me za. Ja ka ba, ja Resulullah, misfakin për dush? Misfakin? Ja ka ba me krye pejgamberi me ko kështu. Po. Misfakin, për dhamët, ha? Pse? Se lamja dhamët, e dhamëve është knetësi e Zotit, hidhrimi shejtanit, pastrimi i gojes, me laqja nuk gërditet, nuk neveritet kërë gjenë me të marrë shpirtin. Sepse me laqet gërditen, thot një thanje Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, unë që po i tham sallallahu alaihi wasallam, ju apo qoni salavata hiq. Hajt një herë kushon të umnije qoni salavatin për pejgamberin. Oni që s'po ju njih, Allah i përna nijen edhe Resulullahit i shkon ky selam edhe une me juve. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallejta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, inneke hamidu me gjid. Pejgamberi me një hadith ka thonë interesant, inel melaike le të edha ma e të edha minhu benil besher, edhe me laqet gërditen, neveriten, prej të njëjta gjerave që gërditen njerëzit. Pra ndajti kur pish duhan, ajo pështyma gojes tonë dhe qëfar është. E infektume apo e pa infektume? Tregoni drejt. Pështyma e duhanit, a është e infektume apo e pa infektume? Hajde, gjykone vetin. Është muj i përmirësimit, altanit hiqnju, duhanit hiqnju, birrave alkoholit larg, haramit haram, pastroni sofrat e juj, mos u ushqeni me haram, në të nashkojnë punët marë mirë.